A mund të shantazhon dikush? U përgjigja jo. A mund të kërcënon? Jo. Akt akuzë ndaj meje? Po. Patjetër. Çka bën me administratë? Unë mendoj se administrata momentale tash që është në kryesisht janë të ri dhe të reja, ka që janë qoftë simpatizant apo të Aleancës Kombëtare për Integrim, po më gëzon fakti që edhe brenda administratës komunale, por edhe të gjithë institucioneve tjera arsimore, ka edhe simpatizant ose njerëz të cilët duan të votojnë për Fisnikun. Domethënë kjo është një tregues që tash janë të lirë të zgjedhin kë duan si kandidat. Ajo çfarë duhet të bëhet, mendoj unë se të gjitha konkurset duhet të bëhen publike me qëllim që ai i cili ka më shumë aftësi të ketë mundësi edhe punësimi. Nëse vini në pushtet, thjesht edhe gjatë mandatit juaj ngritin ndonjë akt akuzë, Ilirian, është pyetje që ja bojmë gjithë kandidatëve, a jepni dorëheqje? Kur e pranova për të qenë kandidat për kryetar, 3 pyetje i bëna vetvetes. A mund të shantazhon dikush? U përgjigja jo. A mund të kërcënon? Jo. A do marr vendime të drejta? Jo, kështu që nuk besoj se do ketë raste të këtilla në 4 vitet e ardhshme, po sigurisht a do të marrë vendime të drejta jo, mendove vendime të drejta do të marrësh, apo? Keme përdor veturën zyrtare për punë personale? Jo, unë jam më njohur në qytet që ndoshta jam njeriu që lëviz më shumë në qytet, sigurisht që disa obligime të cilat i kam edhe si prind, dërgimin e fëmijëve në shkollë, nuk do e bëj asnjëherë me makinë zyrtare pasi më jep një kënaqësi prindore që cilën nuk do e zaventsoja me asgjë tjetër. A keme publiku sa harxhon reprezentacion, darka, dreka, keme bu publike? Po, jo vetëm shpenzimet e mia, por të secilit bartës të institucioneve në nivel lokal. A i bën transparente vendimet tuja, vendimet e kuvendit komunal, pa marrë parasysh agjirohet seancat, a i bën publike krejt vendimet në faqe të komunës? Po, e kemi parapate transparenca, do më thënë gjithçka do jetë publike për qytetarët. Sa gra në fund, sa gra drejtoresha apo udhëheqëse dikastereve i bën nëse vjen pushtet? Kam përmendur dhe shpesh, atje ku kanë drejtuar në përgjithësi zonjat, gjithmonë ka pas sukses. Këtë fat ne me shpirt se kemi. Po që as një kandidat grua, as këtu, as Kosovë. Sukses sa dush, a këtë burra kandidat, Ilirian? E di. Kështu si sa i emron? Unë besoj që për tani është një drejtoresh e qerdhes, besoj që do duhet të jetë edhe një drejtoresh e një institucioni arsimor. E në komunë, udhëheqësit dikastereve? Po, besoj do ketë më shumë. Shumë më shumë. Sa më shumë? Sa përqen? Tani, nuk e di kush janë, sa ka tani, po e di që do ketë. Fisnik, kallëzëm, a keme bo ndryshime në administratën e komunës? A shtin punëtor të ri, a hek punëtor të anishëm? Ndryshime në administratën e komunës, fillimisht duhet të kthehet optimizmi dhe besimi i fortë në ato institucione. Nuk besoj se është e stërngarkuar, por besoj që është në kapacitetet e plota. Për çdo ndërmarrje do të shikohet sistematizimi dhe në bazë të sistematizimit. Sipas teja, ka politizim të administratës ajo? Deri tash ka, ne do mundohemi në mënyrë maksimale ta depolitizojmë, që do të lidhet edhe me fazën e dytë, e cila është riorganizimi dhe vendosjen e personave adekuat, qoftë edhe në pozitat më kyçe në drejtimin e këtyre institucioneve. Nëse gjatë mandatit tuaj ngritet akt akuzë, a do t'jepni dorëheqje? Akt akuzë ndaj meje? Po. Patjetër. A keme përdor veturën zyrtare për punë personale? Për punë personale jo, për punë të qytetit po, sepse duhet shumë udhëtime zyrtare për të sjellë investime të mëdha dhe për të bërë shumë punë të mëdha për në qytet i cili ka kapacitet shumë. A kemi i bo publike shpenzimet për reprezentacion dreka, darka? Patjetër. Vendimet e kuvendit komunal edhe tujat, a kemi i qitë website komunës, a kanë me qenë krejt në dispozicion? Unë dhe Iliriani kemi qenë këshilltar komunal në vitin 2017, mos gaboj, deri 2021 dhe bashkarisht kemi insistuar që të gjithë seancat e komunës të bëhen live, por fatkeqësisht partnerët që i ka tash në koalicion nuk na kanë lejuar një gjë të tillë. E ju, çka do të bëni? Patjetër që do të bëjmë, edhe në kohë reale. Në kohë reale, mirë. Për fund, sa gra drejtoresha i emron apo udhëheqësit dikastereve nëse të vjen pushtet?
Çelësi i suksesit të fitores tonë do jetë forumi i gruas dhe kam patjetër që një numër i madh i udhëheqësve të jenë gra, të cilat kemi edhe gra të shkolluara, të dëshmuara dhe të afta që me përgjegjësinë më të madhe të marrin udhëheqësinë e këtyre institucioneve.